Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. O Allah më ruaj nga të këqijat, rënqedhse çfarë deklaronte Shpat Kasapi pak kohë më parë. Ndarja e papritur nga jeta e Shpat Kasapit ka bërë që të rikthehej në vëmendje intervistat e tij të fundit, të cilat sot pas tragjedisë marrin një peshë krejt tjetër emocionale. Në një rrëfim të sinqertë të bërë pak kohë më parë, artisti kishte folur hapur për raportin e tij të ngushtë me besimin dhe Zotin, duke treguar se lutja ishte mekanizmi i tij për të përballuar stresin dhe vështirësitë e jetës. Ai shprehej: Zoti është krijuesi jon, mundohem ta menaxhoj gjithmonë situatën për të cilën jam duke u stresuar në atë moment, ose duke i qelluar asaj ngjarjes që më ka ndodhur diçka. Mundohem ta menaxhoj mirë me metodat e mia. Pjesa më prekse mbetet lutja specifike që ai bënte çdo ditë për familjen e tij. Bashkëshorten Selvien dhe djalin Roelin, fjalë që sot tingëllojnë rënqethse. Lutem për veten, për familjen, për djalin tim, për Selvën, për nënën time, vëllain, gjithë dashamirët që kam. Lutem gjithmonë që të më ruaj Zoti. Kjo është lutja e parë që bëj. O Allah, më ruaj nga të këqijat që i ke krijuar dhe që krijohen nga krijesa të ndryshme. Ti je mëshiruesi, mëshirbërësi. Kështu me radhë, na fal për të gjitha mëkatet, nëse bëjmë ndonjë mëkat, më fal, deklaronte artisti. Këto fjalë dëshmojnë anën e tij të thellë shpirtërore dhe përkushtimin ndaj familjes, të cilën fatkeqësisht e la pas në mënyrë të parakohshme.